Një ditë pas aksidentit të rënd rrugor ku humbi jetën këmbësorja 65 vjeçare Eliza Ndoja, policia e Shkodrës ka arrestuar 70 vjeçaren me inicialet EN, drejtuese e automjetit, për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor. E moshuara duke drejtuar automjetin e saj përplasi këmbësoren e cila fatkeqësisht ndoroi jetë në Spitalin Rajonal të Shkodrës si pasojë e plagëve të marra. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të fundit, uniformat blu kanë ndërmarrë një sër veprimesh ligjore për ngjarje të ndodhura në qytet dhe njësi administrative. Specialistët e qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori dhe nisën procedim në gjendje të lirë për 33 vjeçarin me inicialet LL, banues në Shkodër, pasi në rrugën Yusuf Sokoli përplasi një 68 vjeçar që po lëvizte me biçikletë, duke shkaktuar dëmtime të lehta dhe u largua nga vendi i ngjarjes, si dhe për një 19 vjeçar me inicialet SM, banues në Mëlgush, pasi u kap duke drejtuar një motomjet pa leje drejtimi. Gjithashtu, oficerët e policisë gjyqësore referuan materialet në prokurori dhe nisën procedim për një 34 vjeçar me inicialet VD, banues në Shkodër, për veprën penale, mosbindje ndaj urdhrit të punojësit të rendit publik dhe pengimi qarkullimit të mjeteve të transportit. Ai nuk ju bindu urdhrit policisë për lirimin e rrugës dhe refuzoi të paraqesë dokumentacionin e automjetit, ndërsa specialistët për hetimin e krimeve proceduan një 18 vjeçar me inicialet EP, banues në Vaun e Dejes, pasi gjatë kontrollit në automjet policia i sekuestroi si provë materiale një shkop gome, një shufër metalike, një te dhe një pelerin me mbishkrimin policia. Uniformat blu njoftojnë se do të vijojnë kontrollet intensive dhe zbatimin e ligjit ndaj çdo shkelje që cënon sigurinë publike dhe rendin rrugor.